أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلندريمة الأذريمة إذا قيمتم الله عز وجل صلوات والسلام على محمد عليه الصلاة والسلام Paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqert besnik dhe mbi të gjithë ata që pasojnë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, zgjeru se jemi në ligjëratën e fundit dhe taravin e fundit të këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Duke e ditur që sonte është taravia e fundit dhe nëse mbrëma nuk do të ketë këtë taravi, e pas nesër do të jetë me lejen e Allahut Azza wa Jall Bajram. Do të jetë fest për ata që ju kanë friksuar Allahut Azza wa Jall dhe kanë dëgjuar Zotin xhallahu ala. Do të jetë fest për ata që kanë agjëruar Ramazanin dhe kanë kryer obligimet fetare gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Nuk është Bajram fest për ata që ka tesha të bukura, ka tesha të shtrejta, apo për ata që i ka xhepët të mbushur me tholla. Por fest është për ata që ustolis me epitetin e takvas dhe devshmërisë. Për ata i cili ka veshur petkun e devshmërisë, i cili petk nuk blehet, por kultivohet edhe realizohet duke kryer konditat edhe porosit fetare të Allahut Azza wa Jall. Normalisht çdo fest i ka rregullat e saj. Andaj edhe muslimanët kanë rregullat e festës së tyre dhe normalisht me domos duhet festa të bëhet në konform dëshirës edhe vullnetit të Allahut Azza wa Jall. Kuptohet ditën e Fitr Bajramit. Pra është sunet që para shkurës në xhami me hungër disa hurma tek 3, 5 apo edhe 7 që me nënkuptu që tashmë sot nuk kjo ma gjuru shumë, që me nënkuptu që sot është ditë feste, ditë do thotë ngrënje ushqimi dhe pirje, nga se edhe me rastin e ngrënjes dhe pirjes muslimani shpërblet për shkak se e ka realizu urdhin e Allahut Azza wa Jall, ka agjëruar 29 ditë apo 30 ditë dhe me plot merit, pra e qel atë ditë me ngrënje dhe pirje. Gjithashtu, çështja që zakonisht kryhet ditët e fundit apo natët e fundit të Ramazanit është çështja e vitrave. Çështja e sadakatul fitrit. Dhe kemi thonë që vitrat e sadakatul fitri shumicën e rasteve destinohen tek institucioni fetar, tek medresja. Nga sa ati fëmija apo nxënësit ushqen prej vitrave. Aty sigurohen rrogat e profesorëve. Thjesht për krah sadakatul fitrit, pra dhe sebeb pas Allahut Azza wa Jall është që me vazhdu më barvajtje e mësimdhënjes në atë trev apo në atë vend të bekuar, pra në medresen e Luginës. Gjithashtu, gjatë festës të Fitr Bajramit, është mirë që muslimani dhe thot me pas rroba të reja, me pas tesha dhe rroba të cilat nuk i ka të zakonshme, por i ka special për Bajram. Këto për ata që i ka mundësit financiare, nga se ka thunë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu Azza wa Jall kur t'ja japë robit një begati dhe një mirësi, ka qef që atë begati dhe atë mirësi me e pas robin e trupin e tij. Gjithashtu festa mesin e muslimanëve janë edhe kthim tek një tjetri, po edhe janë lidhje. Na i ripërtrim lidhjet fare fesnore në festa, Fitr Bajram dhe Kurban Bajram. Kthehemi tek një tjetri në për festa, Fitr Bajram dhe Kurban Bajram. Andaj çdo lidhje që është zbe gjatë muajve të tjerë, është mundësia dhe komoditetit të rikthehet, pra gjatë Fitr apo gjatë Kurban Bajramit, nga se një nga esencat e festave është që me aqel deri një tjetrit, me shku tek një tjetri, edhe me bu për hajër, do thot Bajramin. Normalisht, ai cili
ka agjëru, realisht kjo fest është gëzim, po kuptohet është gëzim në suazat të halalit, është ditë e shkëmbimit të hedijeve dhe dhuratave. Edhe në për familje tona e kemi kuptu dhe ka qenë e tillë që zakonisht gjyshët, mbesemeve, nipëve ju kanë dhonë dhurata për Bajram, ose ju kanë dhonë pare, ose ju kanë mbledhur një hedije që me të i kanë gëzu fëmija në Bajram. Andaj fëmija gëzohen për Bajram për dy arsye. Gëzohen se i shohin njerëzit u gëzu, edhe gëzohen se e din që për Bajram del ndonjë dhurat apo del ndonjë hedije. Gjithashtu festa e Fitr Bajramit na kujton ditën e gjykimit, ditën e daljes para madhrisë së Allahut Azza wa Jall, ditën e tubimit para krijuesit të çdo gjëje, subhanahu wa taala, e cila ditë është e pashmangshme. Edhe në këtë ditë normalisht kemi me dalë të gjithë para Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu ata të cilët normalisht e kanë respektu Ramazanin, kjo ditë është festë për ta. Ndërsa ata të cilët e kanë nëshmu agjërimin për ta, kjo ditë nuk është ditë feste, por është ditë mjerimi, nga se këtë dinë e koha ku të dalim për Allah të azurë dhe do të bijmë pishman se përse nuk e kanë agjëruar agjërimin e Ramazanit me muslimanët. Andaj njerëzit nga falja e Bajramit dalin dy lloje. Kategoria e parë janë ata që janë të gëzuar, që kanë përfunduar agjërimin e Ramazanit me sukses dhe mbeten të gëzuar edhe ditën e gjykimit me shpëlimin e Allahut Azza wa Jall. Kategoria e dytë janë njerëzit e humbur, do të cilët njerëz nuk e kanë agjëruar Ramazanin dhe e kanë anashkalu këtë Ramazan, normalisht këta kanë mira peshmanie se ku të dalin për Allahut Azza wa Jall. Kuptohet agjërimi ka qenë shans, po njëkohësisht ka qenë ditë e caktuar që me e përmirësu veten. Kush ka arrit me korë një sukses të tillë, i lumë ai për veti, dhe ai i cili ka dështu, normalisht ka dështu një mend. Për dashuria Allahu Azza wa Jalla tha: "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Ka shpëtuar ai i cili ka pastruar vetveten, edhe ka dështuar ai i cili nuk e ka pastruar vetveten. Është vërtet që në këto momente, këto çaste normalisht në përfundimin e teravive përzihen ndjenjat. Përzihen ndjenjat nga se ndjenja e parë e cila do thotë përzihet është se arrita elhamdulillah me e përfundu këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Dhe ndjenja e dytë është se ky muaj me të cilin u mësuam, ky muaj që na mundsoi me eduku veten, me korrigju vetveten, tashmë ky muaj po largohet nga mesi jon. Mundësitë të cilat i kishim në këtë muaj kanë qenë të kufizuara me këtë muaj. Dhe normalisht këto mundësi nuk do të kemi mundësi me i pas edhe pas Ramazanit dhe muajve të tjerë. Nga se ka qenë më lehtë të menaxhohet nefsi, ka qenë më lehtë të menaxhohet efshi dhe normalisht të menaxhohet edhe koha edhe vetë jeta e njeriu. Dhe kësi shkolle, kësi kursi është problem me gjithë në jetë, nga se është kurs edukativ me plot kuptimin e fjalëve. Është kurs shumë dimenzial që përfshin shumë sfera, sferën e besimit, sferën e edukatës, tërbijes, edhe sferat e tjera të jetës. Dhe krejt këto sfera na ka mësuar se si ti menaxhojmë, se si ti kontrollojmë pra ky muaj i bekuar i Ramazanit. Allahu Azza wa Jall përmes këtij muaji ka dashur me na mbjell disa gjëra. Prej çështjeve që ka dashur Zoti xhelalu ala me na mbjell është që jeta ka njerë ka vështirësi dhe sprova. Dhe në mos në shoqëri kanë me ekzistuar njerëz nevojtar, të cilët kanë ngjecje në ushqim dhe pije. Dhe gjatë këtyre orëve të Ramazanit që kemi ndejt pa ngrënë papir, automatikisht dështëm apo nuk dështëm në ka shku menje tek ata njerëz të cilët nuk kanë çka me ngrënë dhe çka me pi. Edhe realisht kjo ka pas mundësi dhe u dash realisht melon gjurmë edhe melon do thotë gjëra pozitive në mendjen edhe zemrën e njeriu, që duhet na me u kujdes për atë shoqëri. Çështja tjetër është Ramazani ka mbjellë në zemrat tona që na mujmi me mot diçka për Allah. Vesh duhet me bon jetë. Qysh lam për Allah bukën dhe pijen,
edhe fjalë të këqija gjatë agjerimit, mujtmi edhe gjërat e tjera me lon për Allah. Edhe pse ke agjëru për Allahun Azza wa Jall? Pse s'ke ngrënë s'ke pirë gjatë ditëve të agjerimit për shkak se ka ashtu ka kërkuar Allahu Azza wa Jall? Pra ishe në gjendje dhe jemi në gjendje të gjithë që edhe mas Ramazanit me sakrifiku për Zotin apo me lon diçka që nuk e don Allahu Azza wa Jall. Gjithashtu Ramazani na mëson edhe çështjen e afërmitetit dhe butësisë me një tjetrin. Dhe kjo afërmitet, nëse nuk e ka pas rolin e tij pozitiv në Ramazan, pasha Zotin e Madh ka më qenë ma vështirë me e pas rolin pozitiv pas Ramazanit. Nga se mekanizmat të cilat Allahu Azza wa Jalla ka stagnuar Ramazan aktivizohen me përfundimin e ditës së fundit të Ramazanit dhe perëndimin e ditës së nesërme, e diellit. Edhe kur këto mekanizma janë aktiv, ka më qenë më vështirë që me i përballu inatet, xhelozit, tmetet e njëri tjetrit. Nga se nëse se kemi eduku kështu Ramazan veten kemi pas vështirë mas Ramazanit. Gjithashtu Ramazani ka mbjellë në zemrat tona edhe gjëra tjera. Prej gjërave është se namazi me xhamat ka shidjetin e vet, jashtë sevapit. Namazi me xhamat ta jep mundësinë me pa njerëz që si ki pa ndoshta një kohë gjatë. Namazi me xhamat ta jep mundësinë me fol me të afërmën që i ke shkpull lidhet me të. Namazi me xhamat ta jep mundësinë e ndjesisë se çka do të thonë musliman me qenë të bashkuar me një saf. Namazi me xhamat mos bof kur gjohisht ta zbut zemrën. Nga se pejgamberi sa mësar që ka dash mu lidh namaz, është drejtu ka xhamatit dhe i ka thonë drejtoni dhe plotësoni safat. Nga se nëse nuk i plotësoni safat në namaz, nuk i ofroni zemrat në namaz, ato zemra dhe ato safe keni vështirë me i bashku jashtë namazit. Edhe se në Ramazan se kena kuptu që namazin me xhamat nuk duhet më anashkalu, atër kena me pas ma vështirë me praktiku pas Ramazanit. Dhe krejt në fund çështja e fundit është mos mundohemi t'ja boj vetës rafsh. Mos mundohemi që të marim garancë me një Ramazan me thonë që unë e fitova. Me thonë që Allah i mu më ka rujt nga zjarmi i xhehenemit. Unë jam ai që nuk ka me i në xhehenem. Nga se garancë dhe siguri nuk ka kush prej neve. Garancë dhe siguri s'kan pas njerëz më të mirë se na. Për të arsye mos mashtrohemi me disa punë të caktuara, edhe do thot me marr garancë dhe me thonë që ne kemi shpëtuar dhe jemi të shpëtuar nga dënimi i Allahut Azza wa Jall. Është normale kur një mysafir që e ki dash me zemër, një mysafir që ka ditë me bo muhabet, një mysafir që s'ka ngushtu dhe ka ditë që shmu sjell me ty, një mysafir që ja ki bo hizmetin dhe ka qenë mysafir i fritshëm, është normale që njeri kur vjen mysafir i gëzohet. Po nëse rinë disa ditë dhe mësot me të, është normale me ndi një keqardhje dhe një mërzi. Dhe kjo në mërzi dhe keqardhje vjen në dy aspekte. Aspekti i parë është se spedia i kumbo hizmet mysafirit. A keni pa, kur na vjen dhe një mysafir i veçantë shtëpi, çfarë presioni i bojmë grujës, nonës, vajzës, motrës. Edhe kur shkoja i mysafir me njëherë hala pa dal pi derës, ja nismi me ja numru gabimet grujës, këto se ki bo mirë, kjo mirë, këto mirë, këto mirë. Pse kisha mujt ma mirë me prit mysafirin. Dhe keqardhja dhe mëzia ditë është se kur të mësohesh me një mysafir të mirë, begat, një javë, 2 javë, është vështirë me mësu pa to. Edhe na i na mësu, këto 28 ditë e nesër bon 29, këto 29 taravih na mësu me këtë mysafir. Nuk e kemi letë me uda prej ti, por kështu e ka dunjoja, edhe kështu e ka çdo gjë në dunjo. E ka fillimin edhe mbarimin e vetë. E lu Zotin e Madh që ibadetet e bëra gjatë muaj Allahu të na pranoj. E lu Zotin e Madh që Allahu të na ruaj bereqetin e Ramazanit edhe pas Ramazanit. E lu Allahun e Madh që Allahu të mëshiroj të vdekurit tonë që kanë vdek me iman, të shëroj të sëmurit tonë e neve që jemi gjallë dhe prezent. E lu Allahun të na forcoj në këtë fe, ta mësoj me jetu faqebardh edhe me dal faqebardh nga kjo dunjë. Zoti i mëshirë, deri në Ramazanin e ardhshëm, elhamdulillahi rabbil alamin.